Përshëndetje, ku jemi këtu me parashimin e datës 10 dhjetor të 2025-s. Kemi të bëjmë me një ditë shumë të rëndësishme, sepse ndikimi i Mërkurit në Akrep që formon një ndikim mjaft të mirë në lidhje me Uranin në Dem, ku gjërat duket se kanë të bëjnë shumë me anën ekonomike. Është një kënd shpërthyes që krijon disa mundësi në fushën e punës, por për ju që jeni në ndikime në teknologji, në media, do të keni disa çështje, do të jeni të kujdesshëm, të vëmendshëm, sidomos shenjat Demi, Luani, Akrepi, Ujori, ose ka të qenë dielli nëse ascendente në këto shenje, do të jetë shumë kujdes. Dhe pra kjo do të thotë mundësitë më të mira ka të bëjnë me vëmendjen. Jo të nxitohemi në puna të ndryshme, sepse mund të mos kemi ato që duam dhe në çështjet e tjera që do të evolojnë më tutje. Por ana tjetër ka të bëjnë shumë me veprimet dhe vendimet që do të merrni, por gjithsesi është një periudhë mjaft, nuk është se është e zbeth ose keni disa problematika, por është më mirë të kujdeseni për gjërat e juaja që keni, sepse pak a shumë sa më shumë kujdesemi aq më mirë për ne. Kështu që kjo do të thotë që në krahun e kundërt ose të gjërave të tjera që mund të keni, por gjithsesi paraditja nga ora 5:45 deri në orën 11 do të kemi kujdes. Mbas orës 11 kemi Neptunin. Neptuni pas disa muesh në lëvizje në retrograd kthehet në kursin e duhur në Peshk dhe fillon drejtimi i fundit për këtë shenjë, pasi do të vendoset në Dash nga fundi i janarit 2026. Pra, po të shikoni, ka diçka ndryshe nga që mendojmë ose neve veprojmë. Prandaj dhe ju them që sa më të kujdesshëm të jeni, aq më mirë paraditet, se masdite pastaj nga ajo orë që unë thash, e tutje gjërat janë më mirë dhe janë më pozitive në këtë